gjatë një mbledhje me Këshillin e Përgjithshëm saktësisht me gratë e vetëvendosjes ka deklaruar që deputetët e opozitës janë ata që po e bllokojnë gjithë këtë, duke akuzuar deputetët e opozitës të cilët në këtë kaluarën kanë votuar 4 nga problematika, siç i ka quajtur ai, më të mëdha të Kosovës, siç është gjykata kushtetuese Zajednica ose asociacioni që është bazë marrëveshjes së Bashkimit Evropian dhe marrëveshjes me Serbinë në dialogun e 2013-s. Pastaj kemi votimin për demarkacionin, si dhe ka thënë që nuk po e votojnë gruan më të votuar në Kosovë që ka zgjedhur populli dhe po ngecën këtu. Se janë patriarkal. Gjithmonë po e akuzon opozitën, mirë po në anën tjetër opozita është e vendosur të mos e votojë Albulina Haxhiu me faktin që gjatë mandatit të saj si ministre e drejtësisë nuk është që ka treguar rezultate të kënaqshme dhe nuk është emri adekuat ose unifikues i cili mund të jetë një emër konsensus për gjitha partitë politike. Ata kanë propozuar disa emra të ndryshëm që vijnë nga radhët e lëvizjes vetëvendosje që ata janë të gatshëm të votojnë, mirë po vetëvendosja ka ngul që kandidatja e saj Albulina Haxhiu të jetë kryekuvendare. Po tani kur nuk i ke votat, nuk i ke votat. Sa herë duhet përsëritur kjo? Çfarë pret Kurti që të bëjnë të tjerët? Është kjo hapësira ligjore që ja mundson Kurti të ketë këtë lojë fjalësh, këtë lojë ping-pongu mes opozitës, për shkak sepse sipas rregullores së Kuvendit të Kosovës i takon dhe kemi edhe një vendim të 2014-s ku i njëjti skenar ka ndodhur edhe në 2014-ën kur partia e parë PDK-ja nuk ka arritur të zgjedhë kryekuvendarin dhe janë bashkuar të gjithë partitë opozitare dhe kanë formuar qeverinë, por thjesht kanë zgjedhur legjislaturën që në atë kohë është zgjedhur Vjosa Osmani, kryetare e Kuvendit, mirë po pas rrëzimit të gjykatës kushtetuese është kuptuar që tashmë partitë e dyta nuk kanë të drejtë pa u ekzekutuar fillimisht partia e parë pa e realizuar propozimin. Do të duhet të shqyrtohet dhe duhet të mandatohet nga partia e parë dhe në këtë rast nuk ka ku të shkojë tjetër Kurti vetëm të bëjë një konsensus politik me njërin nga partitë politike opozitare nëse dëshiron që të formojë qeverinë Kurti, po e rrithem edhe një herë kjo ka të bëj edhe me numrin për të krijuar qeverinë, por ne nuk duhet të harrojmë që pas pak muajve ne do të kemi zgjedhjen e presidentit të ri, për shkak se në fillim të vitit 2026 presidentja Osmani e kryen mandatin e saj si presidente dhe do duhet të kemi një president ose presidente të ri dhe e gjithë kjo është për shkak edhe të kësaj pozite e cila ndërlidhet fuqishëm me pozitën aktuale të kryekuvendarit, për shkak se për një periudhë të caktuar kryekuvendari i Kosovës deri në zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re është ushtrues detyre kryeshefit të shtetit dhe prandaj ndoshta dhe lëvizja vetëvendosje dëshiron që të ketë në kontroll gjitha pozitat udhëhecse të shtetit për një kohë të caktuar. Pastaj kemi edhe zgjedhjet lokale që janë në fillim të tetorit të këtij viti e që vetëvendosja si duket ka për qëllim që të shkojmë në zgjedhje lokale dhe nacionale në të njëjtën kohë sipas gjitha këtyre ngjarjeve që po ndodhin aktualisht. Ndërkohë qeveria vazhdon punën apo jo, qeveria është në detyrë, praktikisht zoti Kurti po qeverisë pa parlament Kosovën? Po, qeveria në detyrë vazhdon punën e saj, mirë vendime të ndryshme, ani pse kjo po kundërshtohet ashpër nga opozita, për shkak sepse në radhët e qeverisë Kurti ka ministra të cilët tashmë kanë fituar edhe mandatin e deputetit dhe ligjërisht në aspektin e kushtetutës nuk lejohet të mirën vendime edhe në anën e legjislativit, por edhe në anën e ekzekutivit. Në këtë rast në detyrë do duhet ndoshta të dorëhiqen nga pozitat në ekzekutiv dhe të zëvendësohen me emra të rinj ose të lihen në detyrë zëvendës ministra të cilët ndoshta nga radhët e vetëvendosjes nuk janë në legjislaturën e 9 dhe në këtë formë do të kishte ndoshta më